Transport e kurorë s'ke, ujë 4 orë s'ke. Rroga skandaloze, çmimet stratosfer, i kam shtu. Po, ja ka shtu administratës. Po pensionistët i ka lënë për si lypsa rrugësh, për faqe të zezë. Edha bonus. Qa bonus më? Një era parë më që dha? Ne flasim për ato që bulizon popullin. Që thot, Papi Turpi thot ishin metafora. Mbasi i thot, pa ai nuk ka bërë mirë, një gabim, pa ai vazhdon. Në fillim thonte, e nisi me dajre, pastaj shkoj me kazona me tenxhere, pastaj me buf, sa doli do tash i ka shku me këneta më çal. Po vetë çfarë është ai? Çfarë është veta ime? Unë e njoh mirë, mos e kam pas komshime. Po si se njoh, e kam pas shtëpi. Nuk e Alçikondi mrapa e ka pas ai, unë e kam pas përpara. Unë e njoh mirë kush është ai ime. Moshatar jemi. Si është ai? Ç'është? Ai shqetësoi spyti për fëmijën e vet. U interesu për fëmijën e vet kur vajti 13-14 vjeç. Kjo që thot çdo njeri ndoshta është i pasyre e brendshme e tij edhe ato tjetrit. Papi Turpi trego popullit se sa gra ka pas, se sa herë jam martuar. Kam qenë nudo, aty isha dhe Ati isha dhe një herë. Pse s'del nudo prapë? Çfarë? S'ka, nuk e përgjigjet më. Nuk e di. Ai bulizon. Okej, ai në rregull. Ai është në rregull me vetë. Në habitatin e vet ku është ai që bën këndë. Ç'është ky popull budallami? Ai dhe vetët i ironizon, edhe vetët. Asaj si ka emrin asaj Spiropalit i tha Mamica. Nozit i tha e solla nga rruga. Pa i vet nga erdhi. Nga e solli fatosna note. Nga rruga e solli. Piktor, qa piktori është ajme? Ato është garavinat që bën ai është i smur, i psiqik, duhet vizitohet. Pse njerëzit duhet trokasin. Po se janë si puna ati që fitoj Big Brotherin, cëp ignoranti fitoj Big Brotherin, dhe ky populli jashtë shuda. Pse ignorant ishte? Po ignorant ishte pa i klasë shkollë. Ignorant ishte, duke pas tirët me intelektuale, me a i s'dinte as artikulacion të foluri, as depat, as s'dinte ai asgjë, 3 fjalë dinte ai, u kry. Se ishit u zgënjur shumë kur fitoi. Unë për vetën tim s'isha dakord që ta fitonte ai. Më fal për shpërndërjen, me brek gjithë ditën si ai majmuni, e ke pat majmunin që hidhet sa ne këni? Si ishte në shtëpi? Shtëpi edhe shtëpia më farë publike. Jo. Kasër me Luizin, për krasa edhe Luizi ishte intelektual. Ishte i ditur me shkollë. Sa do i gjesi me Luizin? Çfarë fletime? Luizi ishte djalë ka studiue, ka qenë në Luksemburg, qa fletime, njëri i shkollum, njëri i ditur noter, qa fletime me shkolle, ishe i gjithave, ky ishi cop ignorant me klas 5. Këve vete ka thënë, kam qenë kam hik në shtëpia, 12 vjeç, kam net rrugëve, kam pia shash, vetë thonte, ç'është ky popull kështu? Mirë, ma ky hiku më, domethënë ky popull, llogaritet ç'a populli është. Edhe llogaritë kur fiton që votojnë për një ignorant, duke pas aty alamet njerëzish me shkollë, me çfarë them unë, me gjithë ato kualifikime, çka fitoj cep ignorant. Se kështu është populli. Po ti po e përkthen të që po njëjta gjë është paralelizmi për edhe me Ramën. Po, ja, si votun atë, do votojmë dhe për këtë. Po ti si do ja bësh? Unë se vetoj atë kur. Jo, si do ja bësh, si do ai qeverisë edhe për ty. Po një më qeverisë ç'do bëjmë? Unë jam. S'kam ç'a bëjmë tu? Populli duhet të ndëgjësohet. Jo më si do bashkëjetosh ti në këtë pjesë, në këtë realitet. Po ç'a do bëjmë? Unë ç'a do bëj vetëm unë? Të duhet ngrihet populli, ç'është ky popull kështu? Do të jesh gjithmonë në oponencë, do të jesh gjithmonë kundërshtare, do të jesh gjithmonë. Unë kam qenë dhe jam, unë flas realitetin. Kush e ka gabim, të mbledh i trut e kokës më. E bën gabimin, por nuk është se e bën një herë. Ai e ka bërë 10 herë, 5 herë, duke dall, duke shantazhu, duke bullizu. Ç'të them unë, ç'është shpi nga truni vet. Sa jesëm atë praktikën ai që të rreth don, pra. Jo, ai duhet të mjekohet. Ai duhet të mjekohet. Se ato të PS si ka bë si dove, ai thot Papi Turpi thot. Unë, se më ai profesion gjithë Shqipërinë. Po. Unë i bëra, ç'a bëri ai më? Unë i bëra thot. Bedina si hajnë darë dhe mas shpinës tij. Po pra, kështu thot ai. Unë deri dje e shante Dumanin tashi thot është burr zotni. Nuk jam velien, kush e futi në burr? Përgjigjet për ato që ka vjedhur. Kush është më keq, Rën Veli apo Edi Rama? Po ky nga një anë tjetër, ai nga një anë tjetër. Të dy, dy anë të medaljes, po i soi. Njësoj. Të gjithë njësoj, nuk e di. Vetëm Sala është më mirë. Jo, nuk thash unë. Kush duket se rregullon vendin nga këto që janë? Kush ka programin më të mirë? Ai. Kush ka programin më të mirë?
ky e volli programin e PD-s. Kush ka programin më të mirë? Pastaj Berisha për pensionet fat, sa foli për rrogat fat. Berisha e mori po i shkelte me këmbë. Tani Pastaj Berisha është koalicion. Shkatroi Lulin apo Luli shkatroi PD-n? Po jo me Luli ishte. Ikaj.